nuk kemi shumë gjëra në dorë për ta shëruar. Kështu që ai do apo s'do do jetë në pranim me mjekun, qoftë për të bërë parandalim primar nëse jemi në faza shumë të hershme, ose nëse nuk është fare instaluar sëmundja, apo për të bërë parandalim sekondar, kur sëmundja është instaluar për të parë nëse janë zhvilluar komplikacionet apo jo. Ky është pra. Doktor, është një pyetje e thjeshtë përsëri. Vjoj me këtë stilin e pyetjeve të thjeshta. Është sëmundje e shtrenjtë për të trajtuar apo nuk është sëmundje e shtrenjtë? Flas për ilaçet ose për ato medikamente. Po flasim për kosën e ilaçeve. Tani, për fat të keq, në çdo klasë medikamentesh ka mundësi që janë më ekonomike, gjithmonë. Në secilën prej klasave që ne sot kemi, sepse nuk e kam dëgjuar që hynte ato sëmundje të cilat të kushton shumë. Qofsh e gabuar. Atëherë, ka preparate që kushtojnë shumë, por ajo që ka rëndësi është që kjo është sëmundje kronike. Dhe sado të mos kushtojnë shumë, kur janë për një kohë shumë të gjatë, natyrisht ka një farë kosto e po ta mbledhësh. Dhe jo të gjithë pacientët ti përballojnë dot të gjitha llojet e medikamenteve. Por ajo që ka shumë rëndësi është që dhe brenda klasës së medikamenteve që kemi disa alternativa të shtrenjta, po themi ka gjithmonë alternativa të cilat janë pak më të lira dhe që mund të personalizohen tek ai individ dhe me rezultate shumë të mira. Ndërkohë, nga viti në vit ka një tendencë për përhapjen edhe te moshat e reja apo nuk është për këtë gjë? Ka një tendencë për përhapje në mosha të reja dhe për fat të keq edhe tek fëmijët, sidomos diabeti tipi 2 te fëmijët. Ndalemi pak këtu, se kjo është serioze. Edhe pse unë nuk jam endokrinologe e grup moshave pediatrike, ne na referojnë kolegët tanë që ka shumë fëmijë sot që po shohin praktikën klinike pikërisht sepse është diagnostikuar diabeti tipi 2, gjë që tipikisht tipi 2. Tipi 2. Gjë që tipikisht më përpara ka qenë grup mosha mbi 35 vjeç. Dhe për fat keq, simptomat për gjithë ata prindër që na dëgjojnë? Simptomat janë të njëjta si për diabetin, si për adultët, pra etje të shtuar, urinim të shpeshtë, lodhje, harruam të themi lodhjen që parë, mund të kenë uri të shtuar pacientët, mund të shtojnë ose të bie nga pesha. Por natyrisht nëse keni fëmijë të cilët vuajnë nga mbi pesha dhe obeziteti, është pjesë e protokollit kontrolli edhe i diabetit. Pra ishin nga elementet më të pagabueshme sa po kuptoj unë nga biseda që po zhvillojmë bashkë, apo? Eksakt. Dhe ka një përhapje edhe te fëmijët, po më thonë. Dhe ka një përhapje që vjen 3 kohët e fundit pikërisht për shkak të stilit të jetesës. Fëmijët sot gjithmonë më shumë po bëjnë jetë sedentare, i ke gjithmonë më shumë nëpër telefona dhe nuk luajnë poshtë pallatit, siç dikur po themi fëmijët bënin shumë më shumë aktivitet fizik. Dhe natyrisht nga ana tjetër ushqyerja e cila për fat të keq sot jemi në një epokë që kemi ushqime pafund në çdo orar, shumë të procesuara, me cilësi pikpyetje. Dhe gjitha kjo bën që të manifestohen këto sëmundje sot. Po te fëmijët kthehet kronike apo është e shërueshme? Edhe te fëmijët mund të kthehet kronike. Nëse nuk kapet situata në kohë dhe menaxhohet mbi pesha dhe obeziteti. Për gjithë ata prindër që na ndjekin, çfarë duhet bëjnë kur shikojnë këto simptoma të fëmijëve të tyre? Drejtohen tek mjeku i tyre i familjes. Pra analizat janë të njëjtat. Analizat janë të njëjta si për fëmijët si për të rritur. Pra niveli sheqerisë në mëngjes, analiza tremujorit që quhet ndryshe nga pikpamja shkencore hemoglobina e glukozuar dhe në varësi të situatës mund të ketë nevojë që të bëhet ndonjë test me sheqer nga goja, që është le të themi testi standardizuar. Kthehemi përsëri te të rriturit, edhe pse kjo ishte një ndërhyrje me shumë interes. Kam shumë dhe bëmi që e sqaruam. Vdekshmëria si paraqitet te njerëzit me diabet? Si është e lartë, e ulët? Tani, pacientët që vuajnë nga diabeti kanë risk të shtuar qoftë për cilësi më të ulët jetese, për shkak të gjithë këtyre komplikacioneve, pra diabeti, që do thotë më thjesht. Diabeti është faktori kryesor i riskut për dializë, pra për sëmundje renale kronike që i çon pacientët deri në dializë. Patjetër, për veshkat. Probleme me veshkat. Për sëmundje kardiovaskulare, diabeti është shkak i infarkteve, i shëmive të trurit, të cilat shoqërohen me pasoja që ulin shumë cilësinë e jetës të pacientit. Dëmtojnë nervat e këmbëve dhe nervat të tjera nëpër trup. Por natyrisht po përmend këmbët sepse kjo kur shoqërohet bashkë me dëmtimin të enëve të gjakut të këmbëve bën faktor risku për të bërë këmbën diabetike, e cila është një nga komplikacionet madhore dhe çon deri në amputime, pra në prerje të gjymtyrëve. Do të pyes edhe për atë, po. Po. Kështu që diabeti le të themi është një sëmundje me shumë komplikacione të cilat jo vetëm ulin cilësinë e jetesës, por kanë dhe vdekshmëri më të lartë nëse lihen pa trajtuar. Amputimi i këmbës është gjithmonë në rastet më të avancuara më probleme. Po çfarë do thotë kjo pjesa që diabeti ta jep gjithmonë te pjesa e këmbëve? Sa më thjesht për njerëzit që mund të kenë këto simptoma ose një familjar që dëgjon për një të afërm të tij?
Atëherë, kur sëmundja instalohet prej vitesh tek një individ, fillon të japi këto komplikacione që ne po përmendim. Dhe ndër enët e gjakut që dëmtohen më shumë, sepse çfarë ndodh në diabet? Sheqeri rrigjat nëpër enë gjaku, që nuk duhet ishte aty fiziologjikisht, dhe duke qëndruar aty, fillon të japi dëmtimet e enëve të gjakut. Dhe ne enët e gjakut i kemi të shpërndarë në gjithë organizmin. Dhe natyrisht të parat përgjithsisht që preken janë enët e gjakut të vogla. Pra enët e gjakut që furnizojnë nervat me gjak, enët e gjakut që furnizojnë vazat me gjak, enët e gjakut që furnizojnë syrin, pra enët e retinës, të veshkave. Dhe këto janë dhe komplikacionet, po themi, mikrovaskulare që ne konsiderojmë të diabetit. Kur kjo simptom, pra kur prania e neuropatis për shkak të dëmtimit të enëve të vogla të gjakut te këmbët, por edhe me disa mekanizma të tjera që dëmtojnë nervat te këmbët, shoqërohet me dëmtim të enëve të mëdha të gjakut të këmbët, këto të dyja bashkë bën faktor risku që pacientët të mos ndjejnë nëse ju hapet një plagë e vogël, e cila për shkak se këta gjithashtu janë pacientë që sistemi imunitar nuk është në formën e vet më të mirë. Shoqëruar kjo dhe me faktin që nëse aty ka një dëmtim të enës së gjakut, dëmtimi i enës së gjakut pastaj uli dhe shërueshmërinë e plagës, kjo plaga fillon bëhet kronike, hapet, bëhet më masive dhe pastaj çon deri në komplikacione më madhore infektive në organizëm që ndonjëherë mund të jenë kërcënuese. Pra jo vetëm për gjymtyrën, por edhe për gjithë organizmin. Megjithëse jemi në stilin e verës, folëm për pjesën që ka të bëjë me ushqimet, por do të flasim pak për pijet. Në Britani pijet energjike u ndaluan për moshat 9-16 vjeç. Në Shqipëri nuk e di e kemi apo jo, po unë shikoj shumë mosha të reja që konsumojnë pije energjike, pa thënë emra, po konsumojnë shumë. Sa të rrezikshme janë pijet energjike dhe këto pijet e emballazhuara, sepse kanë sheqer të lartë me sa kam parë. Ato kanë sheqer të lartë, ato kanë shumë elementë të tjerë të cilët janë të dëmshëm dhe natyrisht e mira është që askush mos konsumoj as pije që janë me gaz dhe me sheqer të shtuar, me konservant. Nëse kanë dëshirë një më mirë që kafe, po themi ekspres sa një. Tani te fëmijët as kafe. Jo, po flas mosha mbi 18, gjithmonë. Tek adultët pa diskutim një çaj, ujë është, le të themi, pija më e mirë që ne mund të kemi. Dhe një frut, konsumon një frut i plot, nuk ka arsye pse të pihen dhe frutat e shtrydhur, sepse dhe ato kanë sasi të shtuar sheqeri. Dhe te pacientët që janë me diabet, ne nuk i rekomandojmë frutat e shtrydhur sepse ato kanë shumë sheqer. Dëgjoj shumë gjithmonë nga rrjetet sociale, unë nuk është se i besoj, jam të njerëzit me shumë këmbë tokë, madje në gazetari bëjmë edhe trajnojmë gazetarët që si të evidentojnë të vërtetën ose të pavërtetën nga rrjetet sociale. Por shikoj që janë disa fruta që në diabet janë shumë problematike. Një prej tyre kam parë që është banania, pra të jep shumë problem. Është e vërtet? Po, banania ka shumë karbohidrate, nga ana tjetër fiku ka shumë karbohidrate, rrushi ka shumë, hurmat, qershit, natyrisht asnjë prej këtyre që ne po themi nuk janë të ndaluara në diabet, që të mos bëhen. Okay. Të gjitha mund të përdoren, çështja e gjitha te sasia, që këto frutat që ne dimë që kanë shumë karbohidrate, të konsumohen më pak dhe në sasi më të reduktuar. Kështu që pra të mos ulemi dhe të ham 5-6 fiq, po një fik. Ndërkohë dhe ju jeni me atë idenë që pas orës 5-6 njerëzit është mirë të mos konsumojnë. Mirë që darka të mbyllet herët, edhe te pacientët, sidomos te pacientët që vuajnë me diabet. Darka të mbyllet herët në mënyrë që të ketë kohë, po themi, organizmi. Natyrisht ne, të paktën nga studimet që kemi, nuk kemi parë vlerë të shtuar dhe që kjo të jetë e provuar shkencërisht e fasting, pra e dietave që bëjnë esëll një kohë ose që rrin pa ngrënë për një kohë të gjatë, por mbyllja darkës herët dhe të qenurit e lehtë darka, pacienti ndihmon të flejë më mirë dhe natyrisht ndihmon dhe metabolizimin e sheqerit në përgjithësi për të nesërmen. Kam një pyetje sepse has shpesh edhe me kolegët e mi. Po mjekët, infermierët, i zënë një nga këto sëmundje apo ju nga që dini gjitha nuk keni asnjë lloj problemi me? Patjetër që i zë. Të gjithë mund të zërë kjo sëmundja. Se dëgjoj që jeni shumë të kujdesshëm nga që normalisht i dini edhe pasojat. Apo asnjë nuk është i nuk ta them dot. Madje kam me humor, Kam përshtypjen që mjekët nuk janë dash të kujdesshëm për veten e tyre. Sepse në pjesën më të madhe të ditës së tyre zën hallet e të tjerëve dhe kur vjen puna te hallet e tyre, përpiqen mos i konsiderojnë si halle dhe merren më pak me veten se ç'merren me të tjerët. Biles ne në biseda miqësore që bëjmë me kolegët tanë, ndoshta ne jemi individët që bëjmë më pak analiza për fat keq, që kujdesemi më pak. Ndërkohë kam një pyetje tjetër që lidhet me mënyrën e jetesës, stresi.
ndikon te këto sëmundje apo jo? Te Stresi diabeti ndikon shumë dhe ndikon edhe te pacientët që sëmundjen e kanë të instaluar për t'u rritur sheqerin në momente të caktuara. Sepse gjatë stresit në organizmin tonë prodhohen disa hormone, siç është kortizoli, siç është adrenalina, siç është growth hormone, të cilat shërbejnë për të rritur në mënyrë të shpejtë sheqerin, për fat të keq. Pra ky është një efekt ansor i tyre. Dhe për këtë arsye, sidomos tek individët që kanë sëmundjen, mund të pësojnë një variabilitet dhe rritje të vlerave të sheqerit nëse gjatë jetës është kaluar një situatë stresante. Pra ndikon edhe ky është. Ndikon shumë stresi. Mi po shkojmë në fundit të intervistës. Për ta mbyllur, çfarë do t'i rekomandoni të gjithë njerëzve që kanë këto simptoma ose edhe që nuk kanë? Çfarë të kenë kujdes? Mesazhi im kryesor është që në çdo rast që e shohin që kanë këto simptoma, duhet patjetër t'i adresojnë sistemin shëndetësor dhe të kërkojnë ndihmë, të bëjnë analiza. Pastaj në varësi të rekomandimeve që mjeku i tyre i familjes apo dhe specialisti mund t'ju jap, sepse diabeti përgjithsisht është një patologji që edhe mjeku i familjes mund ta trajtojë, sidomos në fazat e tij të hershme. Kjo është nga njëra anë. Nga ana tjetër, pacientët që janë me diabet, bëj thirrje gjithashtu akoma më shumë që të jenë prezent në sistemin shëndetësor, pikërisht për këtë parandalimin sekondar dhe për kontrollin në kohë të komplikacioneve, sepse nëse ato kapen në fazat hershme, dhe ndihma që mund t'ju jepet është më e madhe. Kuptoj. Dhe mbi gjitha, jo një jetë dembelesh, po jo një dembele, jo një jetë sedentare. Sedentare, më them dembelesh. Kemi aktivitet fizik dhe madje në për këto digjetuaret e librave të endokrinologjisë thuhet që edhe nëse nuk është e mundur të bëhet shumë aktivitet fizik, çdo lloj aktiviteti fizik vlen. Mua më bëri përshtypje dhe me këtë ndoshta edhe mbyllim, po shkoja në Suedi njerëzit në zyra, po përdorin këto tavolinat që ngrihen edhe marrin edhe pista të vogla ecje. Dhe ecin në zyrë që bëjnë aktivitet fizik ndërkohë që punojnë. Edhe bëjnë në zyrë ndërkohë që punojnë. Pra një gjë revolucionare dhe me sa pash ishte në vendet me niveli më të ulët të personave që kanë probleme me diabetin, mos gabojmë. Pra. Ndoshta ka koha dhe futjes të teknologjisë në profesione, sidomos në këto punë të zyrës. Pa diskutim, sepse edhe qëndrimi gjatë, ulur, ka ato pasojat e veta, domethënë. Megjithëse jemi këtu, punët e zyrës janë njerëzit që bëjnë punë zyre preken më shumë apo si është nëse kemi të dhëna jo statistika. Pra, faktorët janë gjenetik nga njëra anë, dhe kjo është një shtyllë shumë e fortë e diabetit tipit të dytë, dhe nga ana tjetër stili jetesës ku futet dieta natyrisht, por dhe aktiviteti fizik. Kështu që nuk mund të jetë kaq absolute që të themi vetëm njerëz të zyrës, sepse nëse ata ushqen shëndetshëm dhe bëjnë ecje mbas dite ose vrap të lehtë, nuk futen te kategoria që kanë risk për diabet. Sikundër dikush tjetër që bën një punë ndoshta një çik më të lodhshme, por nuk bën fare një jetesë të shëndetshme, nuk ha fare mirë, mbas punës nuk bën asgjë tjetër, vetëm rri ulur, mund të ketë më shumë gjasa për diabet se dikush që punon në zyrë. Pra mund të kompensohet, dua të them. Po, dhe për ta mbyllur, është kjo sëmundje më e përhapur në Shqipëri apo jo? Kjo është një ndër sëmundjet më të përhapura në Shqipëri. Pra vijon të jetë në top listë.